A mendoni që ka qenë e qëllimshme vonesat e drejtarshës? Unë mendoj që nuk ka kurrë pa qëllim, shumë kuptimin në këtë drejtim. Në rast se jeni të interesuar kthena edhe herë të përgjigje apo nëse erdhë sa kolegi. Edhe të fillova pjesën e parë thash që për nga natyra du me qenë optimist dhe Kuvendi i Kosovës e ka kalu bllokimin e parë. Ka te kalu bllokimi i parë ka qenë çështja e verifikimit të mandateve dhe unë jam optimist që opozita një ditë do të reflektojë sikur se ka reflektuar edhe për çështjen e verifikimit të mandateve. Çështja e dytë që du me theksuar është që fryma e Kushtetutës së Republikës Kosovës dhe thot është e shkruar në atë format dhe atë modalitet që gjitha subjektet politike kanë obligim me i kontribu konstituimit të kuvendit për shkak se në shkronjën e saj promovohet pluralizmi edhe demokracia. Edhe në funksion kësaj nuk është betejë se kush soi ka numër. Beteja për numrat do të vijë atëherë kur mandatari i parë, në këtë rast vetëvendosja dhe Albin Kurti do ta ketë mundësinë legale, ligjore dhe kushtetuese që të ketë afatin kohor për konstituimin ose vërtet për themelimin e qeverisë së re. Atëherë do të jetë koha e përshtatshme ku ne mundu me fol për numra. Ndërsa për këtë pjesën tjetër të kontestimit të emrit, unë mendoj që vetëm është metodë ose formë që opozita po e përdor për me mujt me zvarrit sa më shumë konstituimin e kuvendit e themelimin e institucioneve të qeverisë së re. Është paralajmëruar në fakt nga Partia Demokratike e Kosovës që do të ketë një padi për ministrat edhe kryeministrin në këtë rast, pasi sipas tyre po mbahet pozita jashtëligjshëm. A do të vazhdoni që tash me shku në ministri edhe me e mbajt pozitën sipas tyre jashtëligjshëm? Unë dëgjova që një veprim të tillë e ka paralajmëruar LDK-ja, jo PDK-ja. Por sido që tjetë ne jemi të bindur që Kosova kurrësisht nuk guxon me mbet pa institucione. Që një pyetje hipotetike, ku duhet me lexu raportin e AKI-s kryeministri i vendit? Në një rast të një sulmi, cili do të jetë urdhri politik që duhet më dhënë prej ministrit punëve të brendshme, nga cila zyre. Kështu që Kosova në asnjë rrethana, në asnjë formë nuk guxon që të ketë vakum institucional. Deri në themelimin e qeverisë së re, ne duhet të jemi kujdestar në punën edhe angazhimet tona të përditshme. Ndërsa për fond, kuptimin në përshoj vazhdimisht që po kontestohet ose po bëhet përpjekje më kontestu emri dhe personaliteti i kandidatës që ne kemi përcaktuar. Gjitha tha që vinë, unë muna me ndo me juve për shkakun numrin e votave, di që i dini po edhe hard copy dikuj për juve, muna me dhon kush del me fol, me pyet sa vota e kiti që pe konteston personalitetin e Albelinës. Juve ose kurdo që e vlerësoni që është në interes. A keni ndonjë propozim tjetër apo qëndroni stojt? Po pse me pas propozim tjetër? Po zotëri Beci do të thotë ne nuk përzihemi se kush do të jenë kandidaturat prej opozitës së partive tjera. Sigurisht edhe ata është e papranueshme nga vullneti për me blloku konstituimin e kuvendit me kërku që të ketë emra të tjerë. Faleminderit shumë.